konstituive. Flamur, cilat janë të reja dhe çka pritet të ndodhë tash e tutje pas mos kalimit të hapit të parë, pra të verifikimit të mandatit të deputetëve? Me qenë se në salë pra ishin 113 deputet, si pas Komisionit për verifikimin e mandateve, dhe nga 113 deputetet, vetëm 52 prej tyre e votuan raportin të bërë pra nga ky komision, dhe si pas këtij raporti, pra me qenë se njëjti nuk ka arritur që të siguroj shumicën e thjesht 61 vota, atëherë seanca është ndërprerë dhe tashmë janë ftuar në konsultim përfaqësuesit e partive që janë tek vendi i kryesuesit të seancës dhe janë duke diskutuar. Kjo me qenë se partitë opozitare, PDK, LDK, AK dhe disa nga minoritetet nuk kanë dhënë votën e tyre pro këtij verifikimit të deputetëve, mbase pakënaqësia e tyre kryesore është ajo që antarët e kabinetit qeveritar të ekzekutivit të kaluar pra nuk kanë dhënë zyrtarisht dorëheqje, pavarësisht që në dokumentin të cilin është siguruar nga kolegja Jon Rina Mujku thuhet që edhe sot pra kandidati për kryeministrin nga vetëvendosja Albin Kurti ka njoftuar administratën e Kuvendit të Kosovës dhe sekretarin që nga 27 marsi, nga 22 marsi faktikisht kur i ka kaluar edhe 4 vjet mandat ish qeverisja e tij, ai më llogaritet si i dorëhequr me qenë se një gjë të tillë, sipas Kurtit në letrën të cilën e ka siguruar klani si thash më herët, thuhet që edhe KQZ-ja ka miratuar një gjë të tillë dhe për njoftim zyrtar të Kuvendit, zoti Kurti sot i është drejtuar edhe Kuvendit të Kosovës. Mirë po, kjo mbase nuk i ka bindur partitë opozitare për një gjë të tillë dhe që të njëjtit kanë dhënë votën e tyre kundër përfshir këtu, edhe 3 deputet të pakicave të cilët kanë abstenuar, nisur nga Boshnjakja Duda Balje, Gorani Adem Hoxha dhe përfaqësuesi i egjiptianëve Veton Berisha. Mbetet të shihet tani e tutje se si do të veprohet, pasi që përfaqësuesit e partive pra janë në diskutim për të parë se si do të ecet tutje, nëse do të ndërpritet kjo seancë apo jo, me qenë se pa kaluar raporti i Komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve, nuk mund të jepet as betimi dhe as të procedohet tutje edhe me propozimin e kandidatit për kryeparlamentar dhe nënkryetaret e parlamentit.